Përshëndetje të gjithëve, mirë se erdhët në edicionin informativ të orës 11. Presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa ka uruar Kosovën me rastin e Ditës së Evropës, duke theksuar se ardhmja e vendit është në Bashkimin Evropian. Në një videomesazh, Costa ju drejtua qytetarëve të Kosovës si antar të ardhshëm të Bashkimit Evropian, duke kujtuar se Dita e Evropës simbolizon unitetin, paqen dhe bashkëpunimin mes vendeve evropiane pas luftës së dytë botërore. Ai theksoi se Kosova ndan të njëjtin destinacion me vendet e tjera të rajonit në rrugën drejt integrimit evropian. Sipas tij, po bëhet një punë e madhe që ky proces të ecë përpara, ndërsa u bëri thirrje institucioneve dhe qytetarëve të vazhdojnë angazhimin drejt realizimit të këtij synimi. Ndërkohë me aktivitete të shumta, sot do të shënohet Dita e Evropës. Derisa 9 maj në shumicën e vendeve të BE-s është ditë e zakonshme pune në Kosovë, kjo datë shënohet si festë zyrtare në funksion të orientimit pro-evropian. Megjithatë, pavarësisht aplikimit për antarësim në vitin 2022 dhe deklarimeve për integrim, Kosova ende nuk e ka marrë statusin e vendit kandidat. 9 maj në gjithë kontinentin shënon Ditën e Evropës, datë që lidhet me fillimin e projektit evropian dhe ndërtimin e paqes pas luftës së dytë botërore. Derisa në shtetet evropiane kjo është një ditë e zakonshme pune, Kosova ndon se ende nuk ka hyrë në Bashkimin Evropian. Çdo vit 9 majin e ka festë zyrtare si ditë pushimi. Madje Kosova ende nuk e ka marrë statusin e vendit kandidat, ndonse me 14 dhjetor të 2022-s krerët e atëhershëm nënshkruan aplikimin. E më 15 dhjetor, ky dokument i rëndësishëm i është dorëzuar presidencës çeke të Këshillit të Evropës. Por edhe më shumë se 3 vjet pas, Kosova nuk ka arritur të hyjë në agjendën e takimeve të ministrave të Këshillit të Evropës. E në rend të ditës nuk është as në takimin e radhës që do të mbahet më 15 maj. Megjithatë, i emëruari i qeverisë për negociata me BE, Njeton Zulfaj, thotë se Kosova ka shënuar progres, por ende ka përpara sfida. Procesi i antarësimit në BE është proces i gjithë shoqërisë. Nuk është vetëm qeveria ajo që ka obligime. Drejtësia e cila përveç se e lirë duhet të jetë edhe e pavarur, por përveç se e pavarur duhet të jetë edhe profesionale dhe me integritet. Dhe këto janë kriteret të cilat duhet i përmbushin vetë gjyqtarët dhe prokurorët, ndërkohë që parlamenti duhet të jetë funksional. Zulfaj thot se Kosova është në pritje të pyetësorit prej mijëra faqesh pas miratimit të rekomandimeve të Këshillit të BE-s, derisa ka marrë mësim nga Shqipëria dhe i ka përgatitur ato në mënyrë që të kursej kohë dhe të ecet përpara sa më shpejt. Integrimi nuk ndodh brenda natës, ai ndodh përmes reformave, përgjegjësisë dhe besimit në atë që mund të arrijmë së bashku. Ne duam që ky proces të ecë shpejt. Ndërkohë një ditë më parë, kryeministri në detyrë Albin Kurti i ka kërkuar Bashkimit Evropian që Kosovës t'i jepet statusi i vendit kandidat dhe të hapen negociatat për antarësim. Posta e Kosovës ka lëshuar sot në qarkullim postar emisionin e ri të pullave nga tema Evropa me titull 70 vjetori i pullës Evropa. Ky emision shënon një përvjetor të rëndësishëm në historinë e bashkëpunimit filatelik evropian. Tema e vitit 2026 i kushtohet pikërisht këtij jubileu, duke vënë pa rrugtimin 70 vjeçar dhe rolin e pullave Evropa në afrimin e vendeve dhe qytetarëve përmes komunikimit postal. Një fotografi e kryeministrit në detyrë Albin Kurti me kërcënime për eliminim fizik është përndarë nga organizata Brigadat e Veriut e shpallur terroriste nga Kosova. Kurti ka cilësuar këto kërcënime si dëshmi të natyrës terroriste të grupit dhe rrezikut që ai paraqet për sigurinë e vendit. Ndërkaq, policia e Kosovës ka njoftuar se kanosja ndaj Kurtit e publikuar në rrjetet sociale nga profili Severna Brigada është bërë nga territori i Serbisë, konkretisht nga Kraljeva. Sipas policisë, janë identifikuar IP adresat dhe të dhënat e përdorura gjatë regjistrimit të llogarisë. Vazhdojmë me zhvillime të tjera. Komanda e doktrinës dhe stërvitjes e Forcës së Sigurisë së Kosovës ka përfunduar me sukses kursin bazë për snajper dhe
kursin e liderit luftarak. Sipas njoftimit, kursi për snajper është realizuar nga Qendra e Stërvitjes Profesionale, me qëllim ngritjen e kapaciteteve taktike për qitje precize nga distanca të largta. Ndërkaq kursi i liderit luftarak i zhvilluar nga Shkolla e Nënoficerëve ka përfshirë trajnim në udhëheqje ushtarake, planifikim operativ dhe vendimmarrje në terren, thuhet në njoftim. Ndërkohë, Prokuroria Speciale ka ngritur aktakuzë ndaj ish zyrtarit policor Bojan Jeftić për veprat penale, spionazh dhe mbajtje e paautorizuar e armëve. Sipas aktakuzës, ai dyshohet se për një periudhë kohore deri më 17 korrik 2025 ka mbledhur dhe u ka dërguar zyrtarëve të inteligjencës serbe dokumente të klasifikuara që lidhen me sigurinë kombëtare të Kosovës. Jeftić ishte arrestuar në korrik 2025 në një aksion të përbashkët të Prokurorisë Speciale, AKI-s dhe Inspektoratit Policor në ndyshimin se kishte mundësuar qasje të paautorizuar në sistemet e policisë së Kosovës. Koalicioni OJQ-ve për mbrojtjen e fëmijëve KOMF shpreh shqetësim për paraqitjen e rasteve të sëmundjes së fruthit të fëmijët në javët e fundit. Sipas të dhënave të institucioneve shëndetësore, janë identifikuar 10 raste të fëmijëve të prekur nga fruthi dhe të gjithë fëmijët e infektuar kanë qenë të pavaksinuar. Po ashtu shqetësuese mbetet rënja e mbulueshmërisë së vaksinës kundër fruthit, shytave dhe rubellës në grup moshën 12-24 muaj, e cila arrit rrezikun për shpërthime të fruthit dhe smundjeve të tjera të parandalueshme me vaksinë. KOMF u bën thirrje të gjithë prindërve dhe kujdestarëve ligjor që të vaksinojnë fëmijët e tyre. Ministria e Industrisë ka publikuar çmimet maksimale të derivateve për sot në Kosovë. Sipas vendimit, nafta do të tregtohet deri në €1,63 për litër, 4 cent më lirë se dje, ndërsa benzina €1,51, 1 cent më lirë se dje, ndërsa çmimi i gazit do të jetë 80 cent për litër. Nga njoftimi bëhet e ditur se këto çmime vlejnë edhe për ditën e nesërme dhe të hënën.